Ti e pe Salin që ja pren fjalën? Po, e pash, më doli në një shorts, po. Shiko, Amarido. I doli një si Lenka Çuko para. Po them unë Lenka Çuko. Lenka Çuko i merr ligën. Po, i merr ligën. Dy po nga Lenka Çuko ka qenë serioze një, dhe ai burri që i rritën mbi kokë ishte shumë serioz të bëjë. Dhe ajo ishte shumë serioze, e gryja që pren fjalën, nik dhe s'na fryta. Atëherë ti e thënë sesin pozitiv, Lenka Çuko. Po. Ashtu dhe. Dhe shiko, kam një diçka se aty po gjykohej gjë tjetër, Sala tha se LGBTQ nga një herë në pleqëri merr dhe për keq burrit. Që të rri mendja. Problemi është që ai ka qenë nxënës i mirë, por ka qenë i ri. Ne kemi përsëri disa herë këtu bile kemi bërë boz, për shembull, për faktin se duke përsëritur dhe duket sikur e ke hallin aty kurse kur e them diçka, e them që të shifet zanafilla, do nga ka lind kjo punë. Dhe kjo parti u kriju e tillë sepse më doli një short shumë i bukur, në fakt nuk më doli në shqip, ishte në gjermanisht, në anglisht, por nga një gjerman, që është antari i BE-s, mos gabohen, Parlamentit Evropian, dhe mes tjetë ai tha gjë që e kemi thënë 100 herë këtu. Është e pamundur, tha, që një opozit të hedhi flakadar, të hedhi fishek zjarr. Nuk ndodh kjo në Europë, thaj. E kishte për ne? Për Salën. Aha, po, okay. Edhe ata kanë sens logjik. Nuk ishte sens logjik sepse çdo justifikim, pra të kuptojmë, protestat në Europë mund të zhvillohen dhe nga opozita. Kur zhvillohen nga opozita mundohen të bëhen në modelin më të bukur kur bëhen nga një parti politike. Kur bëhen rrallë, mund të bëhen. Normalisht shumë rrallë. Normalisht, atë do të thonë, normalisht nuk janë në fakt protesta, janë si mund të them, se partisë politike i ka thënë zotëri ty të kam dhënë parlamentin, sherrin e bëno sindikata o gangsterët që djegin lagjet. Pra, në vetvete nuk është, si thash, nuk është protestë, është ndoshta një mbledhje shumë e madhe, le të themi në sheshin në Skënderbej ose diku, një shesh shumë të madh, ku mund të marrin pjesë gjithë, jo vetëm antarët e partisë një tjetër, dhe aty çfarë bëhet? Aty diskutohet. Dhe më e bukur që diskutohet me pyetje përgjigje. Domethënë kanë akoma më të bukur, sidomos po flas për anglezët, e kanë me pyetje përgjigje. Për shembull, ke edhe një pyetësues aty që të pyet për këtë problem, dhe ti e përgjigj se pse je i shqetësuar ose çfarë po diskuton rreth problemit. Pra kjo është protesta, le të themi, në perëndim. Kur do të përmbysësh, sepse ky erdhi mekanizëm për mbytje, është si mund të them unë ty zis. Nuk mund ta bësh Ferrari mo. Nuk kuptove. Dhe e tham dhe herën tjetër, megjithëse është gabim të themi që e tham dhe herën tjetër, sepse që të kanë përgatit që të rrëzosh. Dhe pasi ke rrëzu, kalo 2-3 vjet ose 5 vjet, edhe ti do ndryshosh pastaj sepse duhet të hedhë dhe koha për te. Duhet të hedhë pak jashtë edhe dali dikush që ka një mendim. Pra që ka kuptu diçka nga progresi. Sepse ajo për çfarë unë jam i shqetësuar që u bë rrëzim dhe jo kalim në 90-ën është pikërisht sepse u desh ky lloj instrumenti që është sal. Instrumenti sal, e bukur kjo. Ky instrumenti sal është bëu që të rritë për shumë maksimumi deri në vitin 95, 96. Ju ta bëte me fishek zjarra në 97, si çdoli, po deri në 95. Pastaj duhet ditë një njeri që të bënte kalimin, pra fillon fjala kalim. Kalim do të thotë që unë kam ide më të mira se ty. Si që bën polakët për shembull Lez Valesën, një mandat e lanë edhe iku vetë Lez Valesën. Po iku vetë sepse nuk do të bote ziz.
Sepse dhe Les Walesa pavarësisht se ja krefin bishtin e ruspie perëndimi ka qenë, më kupton, nuk është një mendimtar, mos jo, se e kam studiu tashti, sa atëherë më duket mos të gjë e bukur. Një pall punëtor, ja futën aty se kishte marrë një 60 milion euro Polonia nga perëndimi në atë kohë, e ke parasysh, me atë papën e famshëm që kur themun që papat janë për ti am kupton. Jo, është po është kështu si them unë, sepse janë dhe ca besimtarë që na ndjekin. Jo, janë ca besimtarë hoxhët se me hoxhët po thotë asnjë gjë. Më pëlej më pse me atë papën, am kupton, ai papa i famshëm. Ai po kurfoshin ai me thon të drejtën, gjë do me atë të folmen e vetë kur thoshin papa i madh, ai ishte thjesht një person i cili ishte çuar të rrezonte komunizmin. Bravo. Pra, s'kishte asnjë se gangster simpatik, ishte Francesco, për shembull, ky që vdiq tashti. Eksaktësisht. Ky ishte për mua i vetmi që ishte pap që vërtet e kam respektu. Pavarësisht se budalliqeve të vogla, po e kam respektu, sepse shumë u metë me besimin në një farmase. Kurse këto ishin njerëz politik më boroshesh si. Jo, edhe kur futi hundët ai në politikë futi bukur për ushqim, për shembull, për gaz. Prandaj po ishte më i kuadruar. Ty zakon nuk para ty në zemër këtë fest, po nejse. Jo, problemi është këtu që çfarë më shqetëson mua ke këta, dhe pse i them domethënë që janë antikrisht, se unë nuk e shaj papën si krishter, unë e shaj si antikrisht. Unë jam me besimtarë tani, unë jam katolik tani që po flas, për shembull them, më ruspie se ky s'ka pas. Më kuptoj, pse? Se po flas si katolik tani. Ka pjesa nonës. Sepse në një moment ti harrova ti e kështu. Bravo. Gjysma turk, gjysma kaur. Bravo. Në një moment që për shembull ti ke shtypje në përbot, ke luftrat pa drejta në përbot dhe ti nuk flet fare. Dhe në momente për tjera një X gjoje që i duhet pikrisht jo perëndin, po i duhet pikrisht atyre personave që, se më them, janë antikrisht një farmase, ty të përdorin si zar, në këtë moment ti vetëm lidhi me Krishtin nuk e. Këtu është ai problemi që e te kalojnë këto dhe dalin masane i bëjnë kështu, i qesin në për këto i varin në tel, si kështu martir. E ke parasysh sepse e ke kalu, kjo nuk i ka vra komunitet, ato kanë vra veten. Por shumë, po dilte Krishti, mos më duhet ta them këtë, po dilte Krishti të parët vret këta që janë var aty. Këta, të parët. Pastaj me në njësim, unë jam by ka funi. E ke parasysh se thotë je kështu, jo ta them me sinqeritet, dy do të vret këta që besojnë ke këta. E ke parasysh, edhe vazhdo me radhë, unë jam i funit, bo mua bet më thotë, po çfarë menimi ke për këtë fale, them këtë se ky budall. Më vesh kjo është pak a shumë se më duhet ta thoje se kam kohë, sepse i shoh shumë goditje të vogla si pa dashje. Po kjo është e vërteta. Po tashu, në momentin që ti nuk i shërbe kishës, në momentin që ti nuk i shërbe Krishtit, ti je pa fe. Dhe kur nuk i shërbe, tregon që ti del kundra popullitatë, ose bën politikën e një të pa Zoti. Po tani e ka thënë vetë Krishti. Ja ta pikte. Jepini Cezarit, atë që i takon Cezarit, do jepini kishës atë që i takon kishës. Çfarë do thoshte kjo? Mos u merrni me politikë, se eksaktësisht. Dhe Ponc Pilati prandaj tha unë nuk e dënoj dot, se nuk ka shkel në ligj timin, tha. Ligj të shtetit. Dhe budallëku i çdo njeriu fetar, përfshi këtu priftin katolik, hoxhallarët, ta babatët e qeve si quhen këta, kur fillojnë e dalin në politikë, është i puna e atij që del në demonstrat dhe gju policin me gur, pastaj thot o pse më arrestoi policia, po jo pra, qofse e ke pyet bythën, do me shku për sherr. Se është si me shkunë të dyta ashtu, unë vi për sherr me ty, të bi, po them, po pse më ktheu dora ai, se unë kështu është edhe kjo punë, kur ti del jashtë kanoneve të fesë dhe rrie merresh me politikë, pritet mos anesë të vjen nga mbrapa. Pra, duhet merresh me mendimi modest, i vetëm pap, këtë po them, sepse po të futesh thjesht ke besimi, që do ishte shumë bukur të futem thjesht ke besimi, siç u fut edhe ti, është kjo, që çdo gjë, çdo padrejtësi që bëhet ndaj njeriut,
je i pare që duhet flasë. Për shembull, u rritën taksat, ti duhet jesh i pare që flet. Erdhi një pushtues, ti duhet jesh i pare që flet. Kundra këtij pushtimi, siç kanë folur, po se janë i tuf martirësh që kanë folur kundra pushtuesit, nuk e di ato. Janë më që kanë, ato janë tamam bijtë e Krishtit. Kanë dalë mbrojtje të popullit vetë. Del kundra shfrytëzimit për shembull marrjes pasurive. Prit më valla, kush do dali, kisha e para, xhamia, ku diun çai bi, më kuptove. Se çfarë? Ka të bëjë me bijtë vet, apo jo? Sala. Thjesht e sqarova. Dola ke Sala. Pra, Sala, Shiko, të them edhe jo tjetër që ta bësh kuadrin e plot. unë të thusht kënoj. Sala caktoi si përfaqësues të PD-s në Këshillin e Europës Vangjel Dulen. Po, ka caktu dhe atjeti, po Sala ka caktu. Po pra. Jo vetëm Vangjel Dulen, edhe atë Segaj. Jo, Belerin e caktun ata me. Po nga Sala e caktun. Nga Sala. Nga Sala e caktun, ka 2 Sala aty. Bravo! Vangjeli çot topin, Fred Beleri është. Ky është i djathtë dhe ky është nacionalist. Dhe ky është njeriu që do Shqipërinë mbi gjithçka. Ta përfundojmë atë çështjen e Salës. Pra, Gjermani me pak fjalë tha një gjë. Je tepër i vonum. Ti tash ti do të thonë duhet shkosh patjetër në Iran. Sa ty e kemi hallin me rrezu gjona, por nuk je më për Shqipëri se ka 35 vjet. Përdesë ka 35 vjet, i bi që ti do dalësh me një mendim, do japësh një ide tjetër njerëzve se s'mund të thush korrupsion. Por shumë në Gjermani nuk flitet korrupsion, në Angli nuk flitet korrupsion, flitet se si mund ndryshohet gjykata, si mund ndryshohet spaku pa e marrim, ose si mund, më kuptova, sepse kështu nuk funksionon, si mund ndryshohet një ligj. Dhe kur X qeveri që ta mbyll. Nëse unë them që duhet ndryshohet ky ligj dhe ja them një populli të tërë dhe ti nuk e ndryshon këtë moment, ky popull që na dëgjon të dy, thotë ky dash ka me luftu korrupsionin. Po nëse u them që ma jep mu venin sepse tanin do e marri helikopteri i Trumpit, kjo është për Iran tani. Edhe Siria ka kalu. Se po e ke pa që i ndru tash i varin gosht, nga më kuptoj, e ka kalu, se ka kalu 2 vjeçi, më kuptoj, në 35, kampion, me Salën aty. Po problemi është që ky është një bar i keq. Është një bar i keq që ka dëmtu gjithë dhe si ka dëmtu. Nuk është se ka dëmtu Sala. Sala vazhdo me atë idiotizmin e vet, ose me atë që di, atë 1-2. Lufta kundra komunizmit, fillim janë komunistë, janë shkatrojnë Shqipërinë komplet, pastaj lufta kundër krimit. Sala kundra krimit, Sala kundra drogës. Do me thënë, është e pa parë. Një njeri që krijoi atë si e ka të vendin e shenjtë të drogës këtu në Shqipëri. Lazaratin. Krijoi Lazaratin, thot që nuk ma ba shpirti drogën, ta ba, ty shok ta ba.